Mirëmbrëma të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qof lëvduar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren. Sot është shtunë dhe jemi në javën e parë të kohës së kreshmeve, kurse psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Dëgjo krijues dashamirës, me lot po të lutemi. Ndër agjerime të shenjta ke themeluar kreshmët. Gjurmues hynori zemrave që njeh dobësitë e forcave, atyre që krah t'i kthehen, jepu hirin e faljes. Vërtet kemi bërë shumë mëkate, të penduarve jepu mëshirimin, e me lavë të emrit tënd, të dobtëve jepu shërimin. Kështu trupin jashtë dërmoje në nshtroja agjerimeve, dhe mendja e përkor t'i shmanget njollës së fajeve. Ndihmo trinie lume, na lejo një nije vetme, për të du të jenë të frytshëm, këto dhun ti frenimi. Amen. Antifona e parë. Jezusi mori me vete në një mal të lartë Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, dhe u shndërrua ndër sy të tyre. Psalmi 119. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Fjala jote është dritës për këmbët e mia, dritë për udhët e mia. U përbetova dhe do ta mbaj fjalën, do t'i ruaj gjyqjet e drejtësisë sate. Jam përse tepërmi i përvuajtur o Zot, ma përtri jetën sipas premtimit tënd. Pranoj o Zot dhuratat e gojës sime dhe mi mëso gjyqjet e tua. Jeta ime është gjithmonë në rrezik, por nuk e harroj ligjin tënd. Të mbrapshtët vun leqe kundër meje, por nuk ju shmanga porosive të tua. Dëshmitë e tua janë trashëgimi im i përhershëm, janë kënaqësia e shpirtit tim. E përul zemrën time që t'i kryej urdhërimet e tua, për herë e deri në fund. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi mori me vete në një mal të lartë Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, dhe u shndërrua ndër sy të tyre. Antifona 2. Fytyra i shkëlqeu por si dielli, e petkat ju bën të bardha por si drita. Psalmi 16. Zoti pjesa trashëgimit tim. Më ruaj o hy sepse të kam rëndore. I thash Zotit, ti e Zoti im. Tjetër të mirë nuk kam veç teje. Për shetrit që janë përmbi tokë njerëz bujar, po përvëlohem krejtësisht prej dëshirës. I shumojnë të zezat e veta, ata që shkojnë pas zotave të huaj. Unë nuk do t'u flijoj fli njomje e gjakrash, buzët e mia nuk do t'u përmendin emrat. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota, në dorën tënde është fati im. Shorti më ra në më të mirën tokë, pjesa e trashëgimit tim tezve më pëlqen. E bekoj Zotin që më dha kuptim, edhe natën veshkat e mia më mësojnë. Zotin e kam gjithmonë parasysh, më rrinë të djathtë nuk kam se si të rëzohem. Prandaj galdon zemra ime, gëzon shpirti im, mbar trupi im pushon në qetësi. S'do të ma lësh shpirtin në nën tokë, as do të lejosh që shenjtë ty të kalbet në dhej. Ti do të ma tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate, kënaqjen e amshueshme në të djathtën tënde. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Fytyra i shkëlqeu por si dielli, e petkat ju bën të bardha por si drita. Antifona 3. Mojsiu dhe Elia po bisedonin për kalimin e tij nga kjo jetë që Zotëria do ta bënte së shpejti në Jerusalem. Kënga nga letra Filipianëve, kapitulli 2, rreshta 6 deri 11. Krishti, shërbëtori hyjit.
Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyi, Barazinë e vetë me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por ja mohoi vetvetes E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, dhe për kapamja jashtme, duke i vetëm njeri, e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. mund deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mojsiu dhe Elia po i bisedonin për kalimin e tij nga kjo jetë që Zotëria do ta bënte së shpejti në Jeruzalem. Leximi i shkurtër marr nga letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli parë dhe 4 rreshti 10. Për herë i falënderit hyjit tim për ju që ju dha hirin hynor e me anë të Krishtit Jezus. Ju përbej o vëllezër, pash emrin e Zotit ton Jezu Krishtit, jeni të gjithë një mendimi e të mos ketë përçarje ndër ju, por të jeni në përkim të plot me ndjenja e në mendime. Përgjigje e shkurtër. Bekimi i Zotit vëllezërve që duan njëri tjetrin, Bekimi i Zotit vëllezërve që e duan njëri tjetrin, dhe jeta për gjithmonë vëllezërve. që e duan njëri tjetrin. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Bekimi i Zotit vëllezërve që e duan njëri tjetrin. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. U dëgjua një zë nga reja që tha: Ky është biri im i dashur, të cilin e kam për zemër. Kënga Vizhës së Lumë sipas Lukës Ungjilltar kapitulli parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vetë të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vetë, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoj princat prej fronëve të tyre, e i lartësoi të përvojturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vetë, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. u dëgjua një zë nga reja që tha: Ky është biri im i dashur, të cilin e kam për zemër. Lutjet e besimtarve. Ta madhërojmë Zotin i cili kujdeset për të gjitha krijesat. Atë ta thërasim me fjalët: Shëlboj o Zot bijtë tu. O Zot, ndarës i dhuratave dhe burimis së vërtetës. Dhuroje kolegjumin e i peshkvive me dhuntit e tua, ndërsa besimtarët e tu ruajnë në mësimin e apostujve. Shëlboj o Zot bijtë tu. Derdhe dashurin tënde mbi të gjitha ata që ushqehen nga vetmja bukë e jetës dhe me këtë gosti hyjnore në mënyrë edhe më intenzive të bashkohen me trupin e birit tënd. Shëlboj o Zot bijtë tu. Mundsona që nga vetja ta zhveshim njeriun e vjetër me veprat e tija dhe të vishemi me Krishtin, birin tënd, njeriun e ri. Shëlboj o Zot bijtë tu. Bëj që të gjitha ata që rrëfejnë mëkatet të fitojnë faljen e tyre dhe të bëhen pjesëmarrës të pajtimit të cilin na e ka mundsuar biri yt Jezu Krishti. Shëlboj o Zot bijtë tu. Bëj që të ndjerët pa ndërprerë të lavdërojnë në lumturinë tënde,
ku shpresojmë se edhe ne do të mund të arrijmë. Shëlboj o Zot bijtë tu. Aty që je në qiell, u shenjë troftë e mryt, ardh mbretëria jote, u bëhet vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy, ti që na urdhërove të dëgjojmë birin tënd të dashur, dënjohet të na ushqesh shpirtin me fjalën tënde, kështu që me kuptim shpirtëror të pastruar, ti gëzohemi kundrimit të lavdisate nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.